Nata e Kadrit është dhuratë e madhe nga Allahu. Në surën Qadr, Allahu i madhruar thot: Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lejlatil qadr, wama adraka ma lejlatul qadr. Lejlatul qadri khairum min alfi shahr. Tanazzalul malaikatu wa ruhu fiha bi idni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Me emrin Allahut të gjithë mëshirshmit, mëshirëplotit. Ne e kemi zbritur atë Kuranin në natën e Kadrit. E kush mund të ta shpjegoj ty se që është nata e Kadrit? Nata e Kadrit është më e mirë se 1000 muaj. Engjëj dhe shpirti Jibraili me lejen e Zotit të tyre zbresin në këtë natë me të gjitha vendimet. Paqja është ajo deri në lindjen e agimit. Kuptimi përmbledhës i kësaj sure të begatë, surës Qadr është: ajeti i parë ne e kemi zbritur, pra Kurani në natën e Kadrit, tregon se Kurani filloi të shpallet në këtë natë të bekuar përmes engjullit Xhebrail tek profeti Muhammed sallallahu alaihi wa alihi. Kjo tregon rëndësinë e Kuranit si udhëzim për njerëzimin dhe se jeta duhet të udhëhiqet nga mësimet e Kuranit. Ajeti i dytë: e kush mund të ta shpjegoj ty se ç'është nata e Kadrit? Tregon se stili pyetësor në Kuran përdoret për të theksuar madhështinë dhe rëndësinë e jashtëzakonshme të kësaj nate. Ajeti i tretë: nata e Kadrit është më e mirë se 1000 muaj, tregon se adhurimi në këtë natë ka vlerë më shumë se rreth 83 vjet adhurim. Kjo tregon se Allahu u ka dhënë besimtarëve një mundësi shumë të madhe për shpërblim. Një natë e sinqertë adhurimi mund të vlejë më shumë se një jetë e gjatë pa përkushtim. Ajeti i 4: engjujt dhe shpirtëve Xhebraili me lejen e Zotit të tyre zbresin në këtë natë me të gjitha vendimet, tregon se në këtë natë zbresin shumë engjuj dhe Xhebraili me lejen e Allahut për të sjellë bekime dhe për të zbatuar vendimet hyjnore. Ajeti i 5: paqja është ajo deri në lindjen e agimit, tregon se nata e Kadrit është e mbushur me paqe, me mëshirë dhe bekime deri në agim. Kjo tregon mëshirën e madhe të Allahut ndaj njerëzve. Ai u jep mundësi të madhe për falje, bekim dhe ndryshim të jetës. Kjo sure e bekuar na përcjell disa mesazhe. Së pari, nata e Kadrit është një natë shumë e bekuar dhe madhështore. Së dyti, në këtë natë filloi shpallja e Kuranit të shenjtë. Së treti, adhurimi në këtë natë ka vlerë shumë më të madhe se netët e tjera. Së katërti, është një natë paqeje, mëshire dhe faljeje, në të cilën zbresin engjujt dhe bekimet e Allahut. Besimtarët duhet ta kërkojnë dhe ta shfrytëzojnë këtë natë me namaz, lutje, pendim, sadaka dhe lexim të Kuranit, sepse është një mundësi e rrallë për shpërblim dhe falje nga Allahu i madhëruar. Një nga lutjet më të rekomanduara që të lexohet në natën e Kadrit është: o Allah, ti je falës dhe e do faljen, prandaj më fal mua. Kështu që nata e Kadrit është një dhuratë e madhe nga Allahu për besimtarët. Është një natë ku adhurimi ka vlerë të jashtëzakonshme. Engjëjt zbresin me bekime dhe njerëzit mund të fitojnë falje dhe shpërblim shumë të madh. Në ajetin 34 të surës Dukhan, Allahu i madhuar thotë: ne e zbritëm Kuranin në një natë të bekuar. Vërtet, ne gjithmonë kemi qenë paralajmërues. Në atë, pra në natën e Kadrit, vendoset çdo punë e urtë. Nata e Kadrit është fillimi i vitit të ri për besimtarët.